Shqipëria është renditur e para në Ballkanin Perëndimor për modernizimin dhe integritetin e sistemit të prokurimeve publike, sipas raportit më të fundit të monitorimit të Sigmas, tha kryeministri Edi Rama gjatë aktivitetit 30 vjet prokurime publike, Shqipëria lider rajonal në modernizimin e sistemeve të prokurimit. Ai deklaroi se vendi ka kaluar një transformim rrënjësor i cili duhet komunikohet më qartë në një mjedis të polarizuar politikisht. Është fjala për një transformim rrënjësor i cili ka nevojë të vihet në pa dhe të komunikohet sa më shumë dhe sa më mirë në një mjedis shumë të helmuar nga politika, nga gjysmë të vërtetat që janë edhe gënjeshtat më të mëdha, si edhe nga episode të caktuara, të cilat tregojnë vullnetin e plot të shtetit shqiptar për të luftuar në të gjitha frontet me problemin e madh dhe të trashëguar të korrupsionit dhe nuk tregojnë kurrësi që në luftën kundër korrupsionit progresi është i diskutueshëm. Sepse në fakt progresi ynë në luftën kundër korrupsionit është i padiskutueshëm. Dhe këtë e tregon shumë qartë edhe fakti se pasqyrat e të dhënave të gjithë procedurave të reja të viteve të fundit kanë një dallim shumë të dukshëm me ato të deri disa viteve më parë. Dhe ky dallim i dukshëm nuk është një rastësi, po është një rezultat i një pune të jashtëzakonshme. Numri 1 i ekzekutivit njoftoi gjithashtu një fazë të re teknologjike në procesin e prokurimeve, ku inteligjenca artificiale do të ketë rol qendror. Ne jemi në një proces të avancuar për të kaluar të gjithë procesin e prokurimeve në duart e inteligjencës artificiale me një përqindje shumë të lartë të procesit që nuk përfshin njeriu. Sa i përket shqetësimeve për manipulimin e algoritmeve, Rama sqaroi se sistemi Diella do të jetë plotësisht i auditueshëm dhe çdo hap i saj dokumentuar. Diella nuk do të veprojë në mënyrë totalisht të pavarur nga sytë e të gjithë aktorëve të interesuar, por do të jetë në çdo hap e auditueshme nga çdo aktor i interesuar. Sepse i gjithë procesi i cili do të zhvillohet përmes rrugëve digjitale dhe inteligjencës artificiale, do të jetë sidoqoftë i bazuar në të gjitha kërkesat e ligjit të prokurimeve për sa i përket dokumentacionit përkatës. Në vijim, numri 1 i qeverisë theksoi nevojën për rritjen e profesionalizmit në fushën e prokurimeve, duke rikujtuar se mira procedura kërkojnë ekspertizë të lartë. Për këtë arsye, qeveria ka centralizuar të gjitha prokurimet tek operatori i blerjeve të përqendruara, i cili pritet të shndërrohet në një institucion profesionalisht të kualifikuar.